Gruaja që i preu organin burrit të saj. Kush nga ju e ka dëgjuar? Me qenë se sot data 1 prill, vendosa që ta bëj sot këtë diskutim të përbashkët. E keni dëgjuar atë gruan që i preu organin burrit të saj? U bëri buj të madhe në vitet 90 dhe tani po ju tregoj historinë se si ndodhi. E them sepse është e rëndësishme që të kuptohet raporti mes burrit dhe gruas. Kam ndryshuar shumë gjërat, por është mirë që të rikujtohet. Kush është rastisht t'i bëj like faqe që qofse nuk e ka bërë dhe ju falenderoj që jemi bërë bashkë. Ishte viti 1993 dhe Lorena Bobbitt, gruaja e John Wayne Bobbitt, John Wayne, po jo ai John Wayne i filmave, po ky ishte një John Wayne tjetër që i pren atë organin. Johnny e trajton të keq gruan, e rrihte. Bile pinte, shkonte për të pirë dhe kur kthej e rrihte dhe e trajtonte shumë keq. Ishin njohur, kishin disa vite që ishin njohur bashkë dhe kishin një kohë bashkë. Mirë po, të martuar tani gjatë natës, ai e përdorte keq, e përdorte shumë keq. Bile përveç se kthej natën vonë, kur kthej e ngacmonte edhe natën dhe ajo donte që të flinte që të shkonte në punë shkreta dhe si përfundim ai i binde me grushta. Një ditë, dy e tjerë dhe kjo nuk bëri më, me një fjalë, nuk arriti më që të mbante veten. Dhe ç'bëri? Një natë i dha mirë për të pirë, ati dhe pasi atë zyri gjumi ja preu. Ja preu organin dhe iku nga shtëpia. Dhe duke ecur rrugës, e hodhi copën që me gjithë gërshërët dhe me gjithë atë pjesën e organit e hodhi nga dritarja e makinës, nga xhami i makinës. Edhe iku. Të nesërmen, sepse ai lajmëroi policinë, ishte bërë plot gjak i shkreti, lajmëroi komshinjt, policinë e çuan në spital, por gjithë natën dhe deri në mëngjes kërkonin copën. Ndjesër, si thashë, ma bëni halal sot, se sot është data 1 prill, dhe e kërkonin me qenë me herë. Më në fund e gjetën copën, e quan tek spitali dhe ja qepën sërish. Dhe ky gomari, përveç se them gomari më falni sepse më doli kështu natyrshëm, sepse më vonë, në vend që të rregullonte situatën me gruan, po shkoi dhe fillonte të bënte filma porno pastaj, që ta pagoni, se s'kishte, sepse nga puna ku ishte e hoqën. Kështu që meqense u bë i famshëm pastaj më vonë, nga ky fakt, shkoi dhe bënte disa filma porno, deri një farë kohe. Megjithatë ku të shkonte me atë copën ashtu, po megjithatë copën e ngjitur. Megjithatë, pse po ja u tregoj këtë? Te i shakave tani, po ja u tregoj sepse ç'është e vërteta, raportet mes burrit dhe gruas janë tepër të rëndësishme. Me një fjalë, dy njerëz është e vështirë që t'jesh bashkëshort, ndaj keni kujdes ju meshkuj, me gratë, silluni mirë, dhe ju gra, o gra, mos t'u vinë ndërmend një gjë e tillë, se do bëni të famshme pastaj. O zoti i madh, më falni, ndjesë. Por duhet folur dhe ndonjëherë për këto, thash, le ta themi sot me qenë se dita 1 prill, por që edhe ç'është e vërtetë do ta dëgjoni dhe nesër këtë video, edhe pse tani janë orët e vona, por sidoqoftë, dëshiroja që të flisja për argumentin mes raportit gruas dhe burrit, sepse përveç se kohët kanë ndryshuar, sepse nuk është më si dikur, pra le të themi që sot të rinjt e sotëm, jo ne, por paktën të rinjt e sotëm, i kanë barazuar rolet mes tyre. Me një fjalë, nëse gruaja shkon në punë, burri, nëse është në shtëpi, la nenët, pastron, rregullon, çunat e rinj, po flas. Mua i me shoqja nuk më le, dhe se unë kam dëshirë, për shembull, shpeshherë, unë kur rrija vetëm, për shembull, kur jetoja vetëm, para disa viteve, unë se kisha problem. Laja enët, laja via lavatrishën, bile ndonjëherë edhe laja me duar. Ndonjëherë edhe ato çorapet kur kriseshin pak nga gjimnastika që bëja,
veja i arnoja, me fjalë, i qepja, ose i bëja vetë. Qa ishte për të ngrënë me i fjalë ushqime, kështu sa se kisha problem fare. Mi po thoshe që sot ka ndryshuar gjërat, por përveç se ka ndryshuar gjërat, që tani është ndryshe, me fjalë mashkulli dhe femra nuk janë si dikur, se këtu po flasim vitet 90, 93, me këtë Lorenën dhe Gjonin. Mirë po, ndonë se ata ishin të rinj, si do qoftë se cili kishte jetën e tij, pastaj po flasim në një vend që është Amerika, me fjalë, le të themi që çiftet se cili bën jetën e tij, me fjalë nuk është si në Evropë. Mos flasim pastaj në Shqipëri, që është akoma më i lidhur familja po flas. Nuk e di, shpresoj të jetë kështu akoma. Ndaj doja t'ju pyesja juve, sepse siç thash, edhe pse ka ndryshuar situata, pra vitet kanë bërë të vetën, si do qoftë raportet mes burrit dhe gruas duhet që të jenë të barabarta. Për mendimin tim, e përsëris edhe një herë. Pse kjo? Sepse po ta shikoni në shumë kultura, për shembull kulturat e popujve të varfër, dominon maskilizmi, pra mashkulli, dhe femra në disa vende biles as nuk ka shans fare që të flasi femra, ose tjetë më superiore se mashkulli, nuk bëhet fjalë fare. Por ç'është e vërteta, femra është njësoj ashtu si edhe mashkulli, sepse ç'është e vërteta, mashkulli bën punën e vet, por edhe femra bën punën e vet. Pra shtylla në familje, po ta marrësh holl, është femra, nuk është mashkulli. Sepse femra, përveç se bën fëmijë, gatuan, rregullon, pastron, hekuros, qep, pra gatuan edhe bën çdo gjë, por përveç kësaj edhe punon. Dhe po ta shikosh, mashkulli, okay, shkon në punë, po pastaj çfarë bën? Kështu që në këto raste lindin debatet forta. Debatet e forta pastaj krijojnë përçarje në familje. Thash, tani mos të flasim për Lorenën me Gjonin, me fjalë, nuk është se shkojnë deri atje. Por edhe ka patur raste, për shembull, edhe në Shqipëri. Kam dëgjuar kohët e fundit që ka patur raste të tilla, me fjalë që gratë kanë kaluar edhe kanë vrarë burrin, sepse njeriu vjen një moment dhe nuk arrin dot që të përballojë, qoftë edhe truri, jo vetëm fizika, por edhe truri. Kështu që unë mendoj që raportet fillojnë që nga gjërat e vogla, që nga ato, për shembull, nga larja e enëve, nga si sillesh brenda shtëpisë, çfarë pune bën, etj. Pra, në qoftë dhe do e them këtë kështu, për ta kuptuar burri ose femra, për të kuptuar diferencën, le të bëj një gjë. Ta mendoj, a jeton dot vetëm me këto kondita? Pra ta mendoj, në një moment për shembull, bëri diçka femra, ose ajo gruaja, ose bëri diçka mashkulli, ti në atë moment që përqendro dhe thua, okay, nëse do ta bëja unë, ose nuk do ishte, unë si do sillesha, çfarë do bëja, nëse do isha vetëm. Pra këto pikë pyetje ose këto pyetje të bëjnë që ti të ndryshosh shumë. Sepse njeriu kur ka jetuar vetëm, në atë moment kupton rëndësinë e angazhimeve. Sepse nëse ti ke jetuar vetëm, i ke bërë të gjitha vetë. Dhe kur je me një tjetër, përgjysmohen. Kush i bën? Sepse i bën tjetri. Pra i bën bashkëshorti ose i bën bashkëshortja. Sepse ti nuk i bën të gjitha për shumë arsye. Atëherë dikush nga do thotë, po mirë, më mirë jetoj vetëm. Jeto vetëm. S'ke pse merr në qafë tjetrin. Qoftë burr apo grua, nuk e pse merr në qafë. Përse të duhet? Atëherë ose të duhet sepse ke nevojë për para apo për të mbajtur, ose përse për tjetër. Pra ky është le të themi një problem i madh që kryesisht është në vendet e pazhvilluara. Dhe ç'është e vërteta edhe në fshatrat e humbura të Shqipërisë vazhdon akoma sot.
shqyqyri që dhe falenderoj Zotin që unë kisha prindër me të vërtet të mirë, i matër nuk jeton më, por nëna ime jeton ende, por të paktën si do qoftë njerëz të thjesht, por nuk ishin këto urrejtje të mëdha, si që shikoj shpesher për shembull në disa çifte, që ka një urrejtje maramëndse, derisa shkon pastaj në ekstremitet, si për shembull në këtë rast. Ajo shkreta mirë që i preu atë, mos i kishte preu në gjë tjetër, ose mos ta briste fare, si që ka bërë të tjerë. Dhe në fakt atë e dënuan vetëm 45 ditë në psikiatri, gjoja sikur kishte ikur nga mendja, sepse ç'është e vërtetë, ajo kishte të drejtë. Ai nuk mund të kthej natën i deur apo e çdo mbrëmje e rrihte. Dhe ky është versioni i vërtet, sepse më shkuan edhe bën kontrolle të shumë gjëra dhe në punë, familje, etj. Dhe këto ishin ato që rezultatet dolën vërtet 93% kundër Gjonit. Dhe doja të thosha me këtë që varet shumë, pra, se si sillesh me bashkëshortin ose me bashkëshorten. Dhe kjo pastaj përcakton edhe jetën tënde, sepse në fundit, nëse e keni vënë re, në fund që të gjithë e psojnë. Pra, nëse pson ai që ke ti afër, që e martove, e pson edhe ti, vetë ti. Po ta shikoni, është logjike. Dhe është shumë e vështirë që të ngrihesh sërish në këmbë. Shumë e vështirë. Dhe unë ndaj do dëshiroja tani një komentin tuaj. Nuk e di, sepse unë nuk jam më në kontakt tani me familje shqiptare në Shqipëri. Dhe do dëshiroja, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë dhe në botë. Ju që jeni të martuar, çfarë mendimi keni për këtë raportin mes gruas dhe burrit? Dhe si që thash, mos ju vindër më të bëni ndonjë bëj shaka. Unë shpresoj që t'je kaloni mirë mes njëri tjetrit, sepse sa më i fortë është raporti mes burrit dhe gruas, dhe aq më mirë, aq më të lumtur jeni ju dhe aq më mirë ecën familja përpara. Me një fjalë, benefitet vijnë për të gjithë kur raporti është reciprok dhe spikat lumturia. Sepse nga ty rrjedh lumturia. Ti nëse me gjërat e vogla, po ta shikoni, janë gjërat e vogla ato që bëjnë lumturinë. Pikërisht pra raportet e vogla, ajo një dhuratë e vogël burrit apo gruas, një përqafim i vogël, një shëtitje, janë gjërat e vogla. Këto pra janë ato themeloret që bëjnë që ngrën themelet të një raporti mes çiftit dhe të një familje të lumtur. Unë pres si do qoftë komentet tuaja, çfarë mendimi keni dhe si jeni me këto kontaktet mes njëri tjetrit. Kështu që kalofshi mbrëmje të këndshme, ju përqafoj, natën e mirë dhe pres komentet, okay? Natën.